Konsideroj që LDK-ja po sjell një formë tjetër fare, do të mësohemi që LDK-ja vjetër ma nuk ekziston me një farë mënyre. Nëse edhe zoti Abdigjiku edhe paraardhësit e tij janë thirrë gjithërë në frymën rrugoviste të partisë, atë ma shumë nështë e kanë bërë me kalkulime politike për të përfituar ende nga role e tij se sa që vërtet mbështeten atë frymën e rrugove, sepse ajo frymë s'është as situata, as koha, as për të shërbyer si motor bazë që i lëviz gjanat përpara. Prandaj LDK-ja po e krijon një identitet tjetër dhe në atë identitet një prej shtyllave kryesore ka synimeve kryesore që mos shërbejnë ma si patericë e partive tjera. Sepse në traditën... Me forcën që e ka, në numrat që e ka. Prit, në traditën e shërbimit si patericë, LDK-ja ka degraduar dhe ka radhë gati me një parti krejt minore që ka rrezikuar... Prit veç ta spjegoj. Që ka rrezikuar nështë në zgjedhjet e ardhshme me kaluar pragun. Zoti Abdigjiku me gjithatë ja ka dhënë një krah. Krahi i parë i fuqishëm ka qenë fitoria në zgjedhjet lokale dhe krahi i dytë gati dyfishimi i numrave në zgjedhjet e përgjithshme. Dhe kjo dikush thotë, po pse s'është kthyer te fuqia e partisë të Rrugovës? Po s'mund të kthehet se Rrugova ka ndërtuar 20 vjet atë fuqi. Po është traj këtu. Veç edhe dy fjalë. Prandaj zoti Abdigjiku nuk don ta justifikoj logjikën e patericës me asgjë, as me interesin e shtetit, as me jo se po na thonë me shteton s'mund t'ja kthejmë fjalën, jo se krejt këto kanë qenë justifikime për interesa meskine, sepse... Apo e vë interesin e partisë në radhë parë para interesit shtetit? Jo, nuk është ashtu. Pse? Votuesi nuk ja ka dhënë votën, ai me udhëheq shtetin. Ka pas një program. Si nuk ja vjep gjithve votën më dhe Po prit pra, ka dalë njerë, prit. Ata kanal nuk kanë thonë, apo në zgjidhin neve, o djemë se po dojmë ka një rogë deputetit me pas dhe në ka marrë malli me dalë në televizor si deputet. Edhe një pyetje, me këtë logjik... Po, e kanë bërë një program. Me këtë logjik, a do të thotë që ai nuk do t'jetë pjesë e qeverisë deri sa del veti pari në zgjedhje? Deri sa nuk votohet programi i tij. A e ka bërë një program për cilin konsiderojnë shumë njerëz të fushave të ndryshme, profesionist që ka qenë programi ma i sakt, ma i miri që i duhet venit. Dhe mas lehti i realizu. Nëse është e mundun, mikrofonin e kamermana, reguloj mikrofonin. Qëndrimi dhe pozicioni krejt është tjetër fare me pas ambicie personale, tjetër është një gjatë tjetër që duke i bazu ambicjet personale edhe në objektivat edhe qytetarëve edhe të partisë. Nuk mund është ti me pas ambicje me qeni pari e me vota me dali treti. S'mundesh racionalia, qasja racionale, qëndron në atë. Duesh me kuptu pozicionin. Diagnoza jepet mas pari kur shkojsh te mjeku, atër ta jap terapin. Faktikisht, me diagnostifiku vetë vetën, lidhja demokratike është partia tretë. Partia tretë mund të hynë në qeveri, por si patericë. Absolut. Kur kush nuk ta japu udhëheqjen tyje a priori. Shiko, në qatë logjikën tonë dhe që e the shumë bukur, që do më thonë ai, deri sa nuk bëhet i pari, nuk ka me pranu koalicionin, kjo qasje iracionale. Nuk ka qasje as shtetërore, as politike. Se na duhet të jemi edhe dëshmitar të kalumes, edhe të sotmes, edhe përvojës që e kemi. Kur mos mendojmë se na jemi të pozavendësueshëm. Më herët na morët shembullin e Gjermanisë, me këtë logjik askush nuk hyn qeveri, duke konsideruar nuk dua të bëm patericë. E ka pas tash rastin këtë herë, se ndoshta këtë rast nuk do ta ketë të përsëritur. Këtë herë ka pas ndoshta rastin
të ullet të diskuton. Nuk po thom a priori që të pranon Albini krejt kërkesat e tij, por t'ja imponon. Apo don logjikën e agimit që po thot, po kërkon qeverit madhe, qeverit fuqishme, po, e bojmë qeverinë e fuqishme, veç programi është jemi. Nuk është ardha as deri te ajo opozit, aty o keq, se na e prishim punën pa e nisë. Duhet mu ullë me bisedu, unë së pari nga logjika e shëndosh e vendimarrjes, përgatitja e vendimit është më e rëndësishme se vendimi. Na e thojmë fjalën e fundit paren. Së pari kem thoni ju, s'po e dim as çka po të ofron. Ai Albini del mas 2 ditë thot, unë ja kom qu letrën, por nuk ja kom qu letrën ndoshta për koalicion, ja kom qu për diçka tjetër, sa ai veç i ka kërkuar takim. Kur çdo tjetër. Krejt është këtu çka po ja Lojde. Çka po flasim na jon veç ka po na pëlqen neve me thonë, ka mendu këto, ka mendu ato. Nuk jam unë në të interpretoj mendjet e tyre. Unë jam të shoh sjelljen konkrete dhe qëndrimin konkret. Se duke u bazuar në sjelljen konkrete dhe qëndrimin konkret, unë e di, atëherë di me prodhue cilët janë faktorët. Duke parë krejt këto lojra, pra, ata bëjnë lojnë, këta bëjnë lojnë, secili sipas hesapeve të veta, tu kalkulu në forcat e veta. Po loja nuk bëhet në kurrez të institucionit. Krejt lojnat bëhen, fitim humbje bëhen deri në një shkallë të caktuar kur përgjegjësia sociale nuk dëmtohet. Shikoni, në momentin ti si e merr votën si përfaqësuesi qytetarëve. Ti mu nuk je individi, je përfaqësuesi. Edhe përgjegjësinë e ki më të madhe, jo veç me dalë në televizor, që ato që ta pagimi, jo veç me i fitu disa benefite. Përgjegjësia është e madhe. Përgjegjësia e parë që kërkohet nga qytetarët e Kosovës, me qenë qytetari mirë. Ajo është numër 1, njerëzorja. 2, me qenë patriot. Ju po flisni, profesor, si do duhet ishte, po siç janë sot këto forca, siç po i shohim dhe si po sillen, mund të konstatojmë që nuk ka leadership të pjekur politik në këtë vend? A i kalkulon për interesat e veta, ky për të vetat mbetën zbarë. Vetëm popullit nuk kem të drejtë me i thonë që populli është buda. Jo, ose populli i pameqëm. Për ndrysh, ka 6 muaj që po flasim për zgjedhje. Për ndrysh, për lider, ka 6 muaj për që po merremi me këtë. për qeveri, për se cilin kemi të drejtë me jep epitetet ma negative të mundshme. Veç popullit nuk kem të drejtë me shoh. 6 muaj po merremi me zgjedhje, pra. Ishte filluar fushata shumë më herët. Krejt energjia, krejt fokusi ka qenë në fushat zgjedhore. Na shkoj gjysmë viti, ende nuk kemi institucione, si mund ta përkufizojmë këtë kohë politike, të gjithë pa dallim. Për fund, se gati jemi në fund, na mbaruan minutat. Unë e konsideroj që struktura politike në Kosovë pas luftës, e ka thënë edhe një herë tjetër, janë krijuar si grupi interesi. Madje edhe me interferimin e hujve, madje me interferimet edhe biznesore të mafijas balkanike të ekonomisë. Dhe kur këte kemi parasysh, shtirë është me kërkue nga ato grupacione politike që të krijojnë një elitë përgjithshme që punon para gjithash për shtet dhe jo për pushtet. Këta njerëz kanë punuar deri sot për pushtet, me asgjë s'na kanë dëshmuar se kanë punuar për shtet. Asnjë segment i vetëm i shtetformimit nuk është ndërtuar dhe përfunduar si i tillë. Gjithçka kemi nisë, kemi lënë gjysmë, ose kemi pas në plan të ideve dhe ka ngel në plan të ideve, s'është realizuar asnjëherë. Ajo që është realizuar me shumë fuqi, madje me shumë fuqi negative, është lufta për të ardhur në pushtet dhe për ta zhvat shtetin, për ta keq shpërdorur maksimalisht buxhetin.